Një pyetje që dëgjojmë shumë shpesh është okej në rregull, është një fer edhe është një parajs, edhe okej çaj shpengim ka me ardhur nëse shkojmë në parajs, po pse duket ka njëherë që disa njerëz vujnë ma shumë se tjerë? Pse është ajo hierarkia, domethënë, e vujtjes? Pse kanë disa njerëz shumë atletë sepse janë lindë me një vend, ose e kanë një familje më të pasur, domethënë, ku është ajo drejtësia në tokë? Do me thonë jetu prek me një temë shumë frymërore. Ti vetë tha që në disa vende njerëzit mujnë me vujt ma shumë, apo disa shtresat njerëzve mujnë me vujt ma shumë, edhe pse ndodh kjo. Është e vërtet që, si që thash ma herët, që vujtja është pasojë e mëkatit edhe mosbindjes, kjo mundet edhe mandej mu shkaktu në gjenerata tona apo në rrethana tilla cilat një popull, një vend apo një familje jeton. Biblia flet për edhe mëkatet që kalojnë prej gjeneratës në gjeneratë. Edhe mandej ato ndëshkimet mbesin aty. Pastaj kemi mosbindja e gjithë popullit apo një komuniteti që mundet me jetu me një mosbindje të tillë, në cilën mandej futen shumë gjana të liga, edhe është shumë e vështirë mandej një person që mundet me qenë pjesë e këtij atij rrethi, me qenë plotësisht i mbrojtën. Thjesht po, varet ku jeton, varet qysh krejt çaj komunitet jeton. Kjo është dhe arsye pse shumë njerëz mundohen që me ndryshu madje edhe komunitetin dhe me ndryshu edhe qytetin, sepse ti si pasojë e një jete të shturën apo një jete të ligë, që kemi pa disa herë në Bibël, i gjithë qyteti ndëshkohet prej Perëndis. Edhe i gjithë qyteti jeton me një vend thuhet për Lotin, që ai do me thonë Perëndisi ka ardhur keq sa shumë një person i drejt ka vujt në shpirtin e tij për shkak të njerëzve që e kanë rrethu. Do me thonë sepse ka jetu në Sodomën edhe Gomorën, që Biblia flet që do me thonë pastaj Perëndia i shkatroi me zjarr, po ai çdo ditë thot Biblia e lëndonte shpirtin e tij për shkak të jetesës njerëzve tjerë.